Nëse vuani nga pagjumësia, pini këtë para gjumit dhe do shpëtoni. Nëse keni pasur ditë të keqe në punë, jeni të tendosur dhe ndiheni që do të keni një natë pa gjumë dhe akoma dhe më të lodhshme, ju mund të përdorni këtë recetë jashtëzakonisht qetësuese dhe me veti të larta shëruese. Përbërësit janë një lugë valerian, një gotë ujë dhe një lugë mjaltë. Ujin dhe bimën i shtoni me një enë të përbashkët, i vloni për 10 minuta dhe hiqeni nga zjarri. Enën e lini të mbuluar edhe për disa minuta, e përzieni lëngun, e kulloni dhe ëmbëlsojni me mjaltë. Çajin më së miri është ta pini para se të shkoni në shtrat në mënyrë që trupi juaj të relaksohet. Pas 1 apo 2 javësh përdorim, duhet të merrni një pauzë 2 javore. Dhe pastaj nëse është e nevojshme mundet të filloni dhe ta përsërisni atë sërish.